Do më bëni ndërlidhje dy lamive, në këtë rast me kriju një lami të veçmes. Mandej pas edhe babi është nutricist shumë i suksesshëm. Cilin e përshëndesim shumë, e që e kemi pas edhe në studio me safer. Sa të kanë ndihmu, do me thonë që edhe babajnë e ke në profesionin e njëjtë? Më kanë ndihmu shumë, për shkak se në ushqimet ditore që na i konsumojmë, unë me babin tem shkojmë konsultu, çka duhet, tek duhet. Unë vetë i kom nejt vetë ushqimit gati. Edhe më konsumon korreshtor në ushqimit caktuar, në shutit caktuar që pa në shtëpi apo pa jashtë, me ditë vlerat nutritive. Çka shkakton te unë, çka ndodh te unë, mandej konsulta me babin, vetë që ma ka shtin qef më shumë këtë varpune. Profesioni i babit na ka shtin qef. Vetë fakti që dikoj na pindimon për me përmirësu shëndetin tënd, vetë fakti që ka ardhur një klient, një person, mas 2 javë, mas 1 muaj, mas 2 muaj, ka thonë po ndina shumë më mirë, ty ma ka shtin qef profesionin pse ke pas që pi bën mirë dikujt. I ke ndihmu mirë dikujt. Domethënë disa shumë faktorë kanë qenë, po kryesisht ka qenë punët e babit që ka qenë, mandej më ka lidhur me profesionin tënd, por kjo është faktorët kryesorë të janë. Po. Jam e sigurt që doktor Agroni tashmë ndihet krenar me juve, që keni ndjek rrugën e njëjtë situatit. Shpresoj. Po tregon pak cilat janë 3 kritere kryesore që duhet me pas një nutricionist i suksesshëm. Kriteret kryesore mendoj që për me qenë nutricionist i suksesshëm duhet me qenë mas pari gjithmonë student, gjithmonë me pas e para, gjithmonë me pas vullnet e mësu. Kur nuk do të më thonë i kom ditë gjitha. Gjithmonë dalin studime të reja, gjithmonë po të studion, diçka gjithmonë të shmëkon trend me kohën, me studiu, me pas mendjen e hapur me marrë informata të reja. Mandej e dyta mendoj që do të më qenë një vullnet me ndihmu njerëzve. Mos të harrojmë shumë probleme shëndetësore sot po lidhen me keqërshtishmërinë. Edhe prapsi që të ka majret, kur vjen dikush e thotë që po ndihna shumë më mirë, i kum humbë 10 kg. Nuk po kam këtë problem, nuk po kam fryrë të luktit, nuk po kam intolerancë në gluten apo laktozë, ti ndihesh mirë. Edhe treta duhet me qenë durimtar. Në durimtar po them këtë aspektin që kur punon me klienta, me pacienta, kemi konstant kon përcjellje të gjendjes tënde. Edhe kuptohet që na nuk kena për një muaj mi hu 15 kg. Ndaj na me shku në mënyrë graduale për të shëndetshme, ose mi shtu 5 kg, ose mi shtu 6 kg. Do të më qenë edhe i durueshëm. Këto mendoj që janë 3 kriteret për me qenë një nutricist i suksesshëm. Po. A ke pas ndonjë rast gjatë karrierës tënde që të ka bo me undi i lumtur me ndonjë rezultat të klientëve? Po, gjithsesi. Po cek edhe rastin edhe në qendrën tonë të fitnessit, po edhe qendrën të nutricionit. Sidomos në rastin e fitnessit, pasim ka ra më shumë, kam vite provoj më shumë në të aspekti. Ka pas rast që kemi pas një 15 vjeçar, 16 vjeçar, edhe ka pas garop në shpinë, domethënë ka pas shpinën në formë të ka pas probleme shumë të shpinës. Operacioni kish kushtuar dikon 7.000 euro për më rregulluar shpinë. Mirë, po me stërvitjen në qendrën tonë, ka qenë pak i plot. Me stërvitjen në qendrën tonë për 1 vit e gjys, ka filluar djali për 1.79 që ka qenë gjatë dikon 1.86, 1.87, ju ka drejtu shpina. Edhe gjatësia ka shku më lart. Edhe në një mënyrë paret në rregull krejt, po çka ka më të rëndësishme se paret janë shneta. Në këtë rast djali u kthy komplet në formë vet, edhe 7.000 euro nuk i ka kushtuar operacioni. Kjo është një prej rasteve që përmend një herë pas here shpesh, mirë po raste të tjera ka. Ka pas sportista stërvisëm, ka pas stërvisa që sportista që na stërvit në muaj ton, edhe kanë bu testime jashtë shtetit. Kur kanë shku me ndonjë cedime jashtë shtetit, ata janë mahnitur çfarë përgatitje fizike ka pas. Këto janë për disa raste që i përmeni që në karrierën tonë ka bërë më një krenar, po jam di mirë që ka avancu ai klient përpara. Sigurisht. Po a ka raste kur klientët nuk janë bashkëpunues? Fatmirësisht në punën tonë rrallë. Ka një, besom që ndoshta çështja rrallë është mëson nuk kujtohet. Shumica janë bashkëpunues. Shumica janë bashkëpunues se puna është bashkëpunimi me klientin e ti që qasësh klientit. Kjo ka shumë rëndësi. Nëse dimi qasë mirë, e krijon një farë psikologjie, edhe merr gjanat pak më lehtë. Gjithmonë të shkon pak më lehtë, edhe klientit kanë bërë vështirësi. Momenti që vjen klienti për të parë, ti ja bën çdo pengesë, ja vështirëson çdo sen, kuptohet se klienti nuk ka me bashkëpunu. Është pritesa, janë disa faktorë tjerë, ja bën pak kiamet, ja bën ashtu, edhe nuk bashkëpunon. Po është psikologji, po në rastin tim besoj se klientët e mi kanë qenë fantastik. Por se për këtë bashkëpunimit nuk kujtohet që kam ndaj vërejtje.